Imagjino agimin e ftohtë mbi gadishullin ilirik, në një epokë kur mbretërit nuk qëndronin kurrë të qetë në fron. Kur çdo paqe ishte vetëm një frymëmarrje para stuhisë. Dhe kur fati kombeve të tëra varej nga një aleancë, një tradhti, një betejë. Në këtë tokë, ku mali sfidonte malin dhe ku shtetet lullzonin e zhdukeshin sa hape mbyll syt, lindi një vajzë që historia nuk e shënoi shpesh me emër, por që ndryshoi kursin e fundit të Ilirisë. Ajo quhej Etuta, princesh Dardane. Gruaja e fundit që mbante kurorën ilire përpara se Roma të shuante përgjithmonë mbretërinë e tyre. Historia e saj është më shumë se një rrëfim, është jehona e fundit e një bote të lashtë, një zë që vjen nga humbja më e madhe që njohën ilirët. Nëse ju pëlqen kjo histori, mos harroni të pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanalin ton, sepse kjo na ndihmon të sjellim histori edhe më epike për ju. Etuta u rrit në oborin e Dardanis, një mbretëri që shtrihej atje ku sot bashkohen Kosova, Maqedonia e Veriut dhe pjesë e Shqipërisë e Veriut. Ishte vajza e mbretit Monuni i dytë, një sundimtari të fortë që mbante në shpatulla peshën e një kombi të rrezikuar nga çdo anë. Nga lindja qëndronin kërcënimet e Maqedonisë, që kërkonte të shtrihej sa më thellë në territorin ilir. Nga Veriu rrinin gati fiset barbare të bastarnëve, që si stuhi dimri zbrisnin për të djegur çdo fshat që gjenin përpara, ndërsa nga perëndimi shtrihej hija e rëndë e Romës, që po zgjaste duart drejt çdo mbretërie të vogël që i dilte përpara. Në këtë botë, Etuta nuk ishte thjesht një vajzë e mbretit, ajo ishte një peng i paqes. Një gur politik që do të vendosej në bordin e shahut mes shteteve të mëdha. Kur u rrit, Monuni vendosi të përdorte ndikimin e saj për një aleancë të madhe, një bashkim që mund të ndryshonte drejtimin e historisë ilire. Etuta ju premtua Platorit, vëllait të mbretit Gent të Ardianëve. Kjo martesë nuk ishte thjesht bashkim dy njerëzish, por bashkimi dy mbretërive më të fuqishme ilire të kohës. Dardanisë fort në brendësi të gadishullit dhe Ardianëve që kontrollonin bregdetin dhe detin Adriatik. Bashkuar, këto dy mbretëri do të krijonin një fuqi që do të vinte në pikpyetje edhe Maqedoninë, edhe Romën. Ishte marrëveshja më e rëndësishme politike e asaj periudhe. Një shpresë për rilindje ilire. Por aty ku historia tenton të ndërtojë, ambicia njerëzore prish gjithçka. Genti, mbreti i ri i Ardianëve, ishte plakur para kohe prej paranojës dhe dëshirës për pushtet. Ai e pa vëllain e tij Platorin jo si aleat, por si rival. Me zili për martesën me princeshën Dardane, i vërpuar nga ideja se ai duhej të ishte në qendër të çdo marrëveshje të madhe, Genti bëri atë që shumë mbretër të dëshpëruar kanë bërë kur pushteti i ka vërbuar. Ai e vrau vëllain e vet. Dhe pas vrasjes kërkoi dorën e Etutës për vete, duke shndruar tragjedin familjare në akt politik. Ajo që duhej të ishte ura e paqes mes dy mbretërive u ndërtua mbi vrasje, gjak dhe frikë, dhe kështu Etuta, pa e zgjedhur, u bë mbretëresha e Ardianëve. Por kur shkeli në shkodrën e lashtë kryeqytetin e Ardianëve, ajo e kuptoi se kurora që mbante mbi kokë ishte më shumë allkim se sa nder. Mbretëria e Ardianëve ishte në prag të përplasjes me Romën dhe Genti, burri që e mori me forcë dhe gjak, po e shtyente vendin drejt katastrofës.
Në vend që të ruante paqen me Romën, ai vendosi të lidhej me Perseun, mbretin e Maqedonisë, në luftën kundër superfuqisë më të madhe të kohës. Ishte një vendim i marrë me nxitim, me krenari të verbër dhe me shpresën se ilirët dhe maqedonët mund të ndalonin Romën. Por Roma nuk ndalej. Në vitin 168 para erëson, konsulli romak Anicius Gallus marshoi drejt Ilirisë me shpejtësi rufeje. Ardianët nuk patën kohë të organizonin as ushtri, as aleanca. Brenda vetëm 30 ditëve, Shkodra ra. Genti dhe familja mbretërore u dorëzuan. E Tuta, gruaja që ishte rritur për të qenë ura e unitetit ilir, u shndrua në një robëresh lufte. Ajo që një vit më parë ishte princesh Dardane dhe mbretresh Ardiane, tani qëndronte në duart e perandorisë që po zgjerohej me një etje të pangopur. Në vitin që pasoi ajo përjetoi poshtërimin më të madh që mund t'i ndodhte një mbretëreshe. U detyrua të ecte në triumfin romak, e pranishme në rrugët e Romës bashkë me burrin e saj. Turmat brohorisnin ndërsa mbretërit e mundur kalonin në zinxhir. Livi e Plutarku rrëfejnë për dhimbjen e mbretërve, por nuk përmendin asnjë fjalë për e Tutën. Ndoshta sepse dhimbja e saj nuk ishte spektakël, ndoshta sepse heshtja e saj ishte më e rëndë se ulërimat e burrave. Pas triumfit, e Tuta nuk u kthye kurrë më në Iliri, as në Dardani, as në Shkodër. Ajo u dërgua në një vend internimi në Itali, ashtu si mbretër të tjerë të mundur, ku besohet se jetoj në heshtje deri në fund të ditëve të saj. Aty në një vend të largët që nuk kishte as erën e maleve Dardane, as zhurmën e lumit buna, u shua mbretëresha e fundit, ilire. Me to u shua edhe vet ideja e një Ilirie të pavarur. Roma e shkatëroi mbretërinë e Ardianëve, e coptoi territorin e tyre në disa njësime të vogla dhe nuk lejoi kurrë më ngritjen e një mbretërie ilire. E Tuta mbeti vetëm një emër në një rresht të livit, por nëse e dëgjoni me kujdes historinë e saj, aty fshihet fundi i një epoke. Ajo ishte ura që duhej të bashkonte mbretëritë ilire, u kthye në simbol të shkatërimit të tyre. Ishte princesha që u lut për paqe, u bë mbretëresha që pan nga afër fundin e lirisë ilire. Ishte gruaja që mbajti mbi shpinë tragjedin politike të një kombi të tërë. Ajo nuk ishte thjesht një njeri, ishte fundi i një bote të lashtë. Shkruani në komente mendimin tuaj për këtë histori dhe çfarë teme tjetër dëshironi të trajtojmë herën e ardhshme. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarrët tanë.